Nxënësit e shkollës së mesme artistike Teftatash Kokoço po zhvillojnë një masterclass me mezzosopranon e njohur ndërkombëtarisht Claudia Kodreanu. Ky projekt artistik dhe edukativ synon të ndajë përvojën profesionale të artistes me nxënësit, duke ndihmuar ata të zhvillojnë më tej aftësitë vokale dhe interpretative. Me sa kam parë deri tani ata janë të përgatitur shumë mirë nga profesorët e kantos dhe me këtë rast dua t'i përgëzoj ata për punën që kanë bërë me këta të rinj dhe vlerësoj që këtu niveli është shumë i mirë. Këto bashkëpunime janë shumë pozitive për të dyja palët, pasi në radhë të parë kemi kontakt dhe me mendime të tjera, edhe me këndvështrime të tjera mbi punën që bëjmë. Masterclassi do të kulmojë me një koncert artistik që do të mbahet në teatrin Andonza Koçajupi. Në këtë mbrëmje të veçantë, Claudia Kodreanu do të performojë e shoqëruar nga pianisti virtuoz korçar Piro Gaçi. Këto masterclassa sipas mendimit tim janë shumë të rëndësishme. Në rast të parë ju hapin një dritare të re këtyre nxënësve që janë në liceun e Korçës për të parë dhe për të dëgjuar një opinion ndryshe, një mendim ndryshe i cili vjen nga universitetet europiane. Repertori që kemi përgatitur edhe që do të luajmë nesër në recital është shumë i larmishëm, duke filluar që nga veprat klasike si Mozarti ose preklasike si Pergolesi e tjera, deri në veprat e shekullit të 20, sigurisht duke integruar edhe këngë shqiptare të kënduara në Shqip. Koncerti pritet të sjellë emocione artistike për publikun dhe të dëshmojë nivelin e lartë të bashkëpunimit mes artistëve të afirmuar dhe brezit të ri të muzikantëve. Është vërtet një mundësi për ne, për shkollën tonë. Ne ka ndihmuar në rrugën e teknikës, në rrugën e frymarrjes. Personalisht nuk i kisha të vështira, sepse edhe i kisha mësuar më përpara, po edhe të tjerët më duken goxha mirë. Aktiviteti po realizohet me mbështetjen e Këshillit të Qarkut Korç, duke sjellë një mundësi të vlefshme formimi dhe frymëzimi për talentet e reja në fushën e muzikës.